Miqtë Radionjallë, kemi ardhur sot në kishën e Shën Athanasit në Elbasan. Në fakt sot do të kemi një bisedë të veçantë, do të flasim pikërisht për një nga klerikët e kishës sonë ortodokse, i cili përjetoi edhe mbylljen e kishave në vitin e errët të 1967-s nga regjimi ateist, por gjithashtu përjetoi edhe gëzimin e hapjes, e çeljes kishave dhe pa me sytë e vet, ringritjen e kishës ortodokse autokefalet të Shqipërisë nga kryepiskopi i lumur i Mzot Anastasi dhe sinodi përreth tij. Sot do të flasim pikërisht për një nga klerikët e kishës sonë, për Atë Gaçi Petri. Jemi me vajzën e tij Iliana, e cila do të na tregojë pikërisht rreth jetës, punës, veprës, shërbimit të Atë Gaçit. Iliana, ne ju falenderojmë shumë. Edhe është një bekim shumë i madh për ne, si radio, si media e kishës, që vime dhe sot po sjellim për herë të parë edhe jetën e Atë Gaçi Petrit. Në fakt e kemi dëgjuar jetën e tij nga Atë Ilia Kodnani, i cili na i ka përmendur në disa momente të bisedave që ne kemi zhvilluar me të, por gjithashtu edhe nga kujdesari i manastirit të Shën Nikollës në fshatin Kamenicë të Korçës, nga Nikolla, zoti Nikolla, i cili na ka treguar dhe ai. Por edhe një i afërm i Atë Gaçit na ka treguar pak për Atë Gaçin, por jeta e tij, shembulli i tij na bëri që ne të interesohemi dhe të mësojmë më tepër dhe jo vetëm të zhvillojmë një intervistë, por duam që si media të zhvillojmë edhe të realizojmë një dokumentar për jetën, veprën, shërbimin e Atë Gaçi Petrit. Mendoj se është një klerik që ne jemi të krenar që e kemi pasur një klerik të tillë. Tani duhet më tregosh pak në hollësi për jetën e Atë Gaçit. Atë Gaçi ka lindur në Bellovod, prej një familje të varfër, për familja e tij përbresh prej 11 vetash, ishin 9 fëmijë dhe 2 i Ati dhe Jema, i Ati Thanas, mamaja vet Aleksandra. Kanë përjetuar kohën e luftës, pastaj më vonë përjetuan biles dhe u doq fshati, më vonë ato u shpërndanë, në kohën e luftës kanë ikur në Korçë, siç na tregonte babai, jetonin atje. Pastaj fëmijët, secili filloi, vëllezërit dhe motrat filloi jetën e tyre. Babai tim ka punuar, shkoi në Tiranë, fillimisht, ka bërë ushtrin atje, u kthye, ka bërë pas ushtrisë, bërë dhe ekonomikun. Se, në më thënë, po. Bërë ekonomikun dhe ka punuar në bashkim të Korçës, bashkim që ka qenë ajo ndërmarrja e bashkimit, ka qenë ekonomist. Atë e caktuar në përfshatra, ekonomist, po ishte një punë shumë e rëndë dhe rinte larg familjes, edhe nga kjo u detyrua papagaqe pasaj, nga që ka qenë besimtar i madh, rinte në për Petropa, në për kishat. Pra ishte Petrop? Petrop, po si më ndihmonte shumë. Mamane vete ka pasur nga Polena, edhe në këto që kam lexuar kështu, biles thoshte edhe vetë, po lexova kështu, thoshte kur vijan në Polenë, ndihmoja gjithmonë atje në kishën e Polenës. Edhe nga puna, domethënë që nuk e kishte shumë të rënduar, nuk i ndodheshe familjes pranë, edhe vendosi që u bë prift. Dhe kush ishte mitropoliti që dorëzoi? Në Korçë e ka qëretonisur mitropoliti i Korçës, Filothe Duni, ishte nga Dërmiu, ajo e qëretonisi, edhe e caktoi fillimisht në manastirin e Kamenicës, plus mulonte edhe 2 fshatat të tjera, Floqin dhe Bellovodën. Floqi në atë kohë ka qenë ortodoks? Floqi ka më shumë musliman. Po ka pas dhe ortodoks? Ka ortodoks, vinde me shumë, dhe gjithmonë merrte kalin, babaj, ka pasur kish në Floqë? Po, kishe kish në Floqë, po nuk e di çfarë kishe ishte, se në Bellovod e Shën Thanasi. Në Bellovod e Shën Thanasi? Shën Thanasi, ja. Edhe e caktuan atje 3 vjet, kanë dalë deri në 53-shin deri në 57-ën, pastaj i thanë këto të mitropolisë, i thanë papagaqe ti mund të marrësh dhe familjen, edhe të jetosh në atë dhe të ndihmosh në manastir. Tek manastiri i Kamenicës. Merri fëmijët sa janë që bëjnë shkollën 8 vjeçar, 9 vjeçar, si që atëherë, edhe plus asaj ndihmon, se në të njëjtën kohë papagaqen e caktuan edhe administrator. Se ishte ekonomist dhe administrator,
Edhe biles e bërja të punë me përkushtim shumë të madh dhe ecnin shumë mirë punët e manastirit. Ecnin shumë mirë. Na ka treguar dhe Zoti Nikola i Në cili krahasim mban të gjitha ato. me Voskopojen. Imagjinohet që ishin 3 tash dhe ecnin shumë mirë. Kur vinin nga lart, nga Tirana, që kanë ardhur ata episkopët Po. që kanë qenë atë kohë, ata kënaqeshin shumë. Ndash nga pastërtia, ndash nga administrimi, ndash nga, domethënë, menaxhimi, nga të gjitha e mbante shkëlqyeshëm. Dhe ju keni qenë, sa fëmijë keni qenë? Ne kemi qenë 3 fëmijë. 3 fëmijë. 3, ashtu të vase kam tani. Vllai dhe 2 motra. Vllai dhe 2 motra. Vllai dhe 2 motra. Pastaj kemi kohën e vitit 1967, kur u mbyllën kishat dhe Ndajmë papagaqen në manastir neve deri në 67-ën, në të njëjtën kohë neve ishim u përgatit, po ishim për të shkuar në Korçë që të bënim shkollën. Mbarojnë 8 vjeçare, të shikonim rrugët tona në gjimnazin si. Jem vëlla kisha ikur biles, kur është prishur kisha ishte bënte gjimnazin në Korçë. Edhe në 67-ën në ardhen dhanë urdhër ata, që hajde papagaqe, gjithën atë papagaqen si në ardhi se e papritur, jam ndodhur vetë atje, dhe thamë papagaqe, hajde tani na drejtota të prishim kishën do heqim ikonat. Jo, tha, nuk prek asnjë gjë me dorë. Ju që kanë edhe në urdhër prekeni, tha. Nëse u prishën kishat, neve na mori babai familjarisht, me rrobat e trupit, i ka lënë gjitha atje në manastir, si që qema të manastirit ishin, ne me rrobat e trupit i në Korçë, kishim banesën në Korçë neve, e kem pasur, para se të vinim atje. Edhe pasaj ka vajtur pas 2 javësh papagaqe, 2 javë, 3 javë, ka dhenë inventarin atje dhe majnë e gjilperës. I dorëzoi të gjitha, domethënë. Si e përjetoi Atgaqi? Ai e përjetoi shumë keq këtë. Nuk e beson, e përjetoi shumë keq. Kërkovi punën në Korçë pasaj, i thanë do të vesh prapë në bashkim, ashtu jo, tha, unë nuk punoj, tha, në përzyra, tani unë do të punoj punë të thjeshtë, se i dukesh sikur do ta përbusnin. Edhe unë marrë, tha, më jepni, tha, ku të ketë një punë dhe ka vajtë në mirëmbajtja rruga. Punonte me lopati që kanë qenë rrugët më përpara me zhavor, nga rrugë Drenovës, si ta them. Në Korçë, pavarësisht se u mbyllën objektet e kultit, pra u mbyllën kishat, sërish ishte një grup që ruante, përpiqnin ta ruanin besimin. Ka qenë Atgaqi pjesë e këtij grupi? Dhe kush ishte në atë kohë? Unë vetëm këtë di që kanë qenë këto motrat të Cicës. Këto i kishin gjithë besimtarët, kishin rretherot, kishin shumë besimtare ato pranë, edhe në të njëjtën kohë e lidhin dhe papagaqin. Edhe biles edhe kur bënte pagëzime, ato i gjenin njerëz dhe i sillte, i pagëzonte. Papagaqi vinte në shtëpi ose i mbyllte dritaret me levendze, me rroba, me kështu që mos dukesh edhe ngriheshe në 2 të natës i pagëzonte. Dhe i bënte te shtëpia? Ka bërë dhe në shtëpia. Ju i mbanit mend? Unë jo, mbaj mend vetëm kur kam pagëzuar, në kohën e saj kam pagëzuar fëmijët tonë, fëmijët e mi. Fëmijët janë pagëzuar në kohën e imunizmit. Se kanë lindur në 79-ën, 82-shin. Nuk ishit frikë që mund të... I pagëzonim natën. Në orën 2 të natës, vinte e rrove që mos dukesh e dritë fare, ndese të lexonte, edhe e mbaronte pagëzim për 1 orë e gjysmë sa ata shumë. Edhe fëmijët e mi dhe fëmijët e vllajt. Pra Atgaqi kishte kryer pagëzime edhe gjatë... Po si kryente shumë. Tash unë gjenin njerëz, ata kishin qef që të pagëzonin, të bënin këto rritet ashtu dhe lidheshe me këto motrat, se ato kanë qenë shumë besimtare. Për kështu as po thuash si murkesha ishin ata. Tot kozmot, to fostotis gloseo. Tani vim në kohën e demokracisë. Pastaj, si që vajtëm në Korçë, neve më vonë, mua prindrit më kanë ikur në Tiranë. Unë martova në Elbasan. Pra papagaqi bashkë me priftreshën erdhën në Tiranë? Erdhën në Tiranë. Gjatë kohës komunizmit? Gjatë kohës komunizmit kanë jetuar me tim vlla, me vllajën, se kishën në Tiranë, me fëmijët. Edhe erdhi pasaj në 90-ën, 91-shi, ardhi lajmi që
të hapim kishat, demokracia të hapen kishat, një gëzim i madh, sa gjatë kohës që në kohën e komunizmit ai thoshe, o Zot, të hapen dhe njërë kishat pa të vdes. Të marrë dhe njërë pjesë, të bëj dhe njërë meshë pa të vdes. Se ka dhe bile se ka shkrujt, shkruan shumë këshu, po të shpërndara. Të bëj dhe njërë të është një meshë pa le të vdes, të hapen dhe njërë, të vitë dita, të vitë dita. Dhe atë gaqe jo vetëm e pak të ditë, por edhe pa dhe ringritin e kishës. Në 90-ën, ai ka rritur deri 2010-ën, pasaj. Pa 20 vjetë kanë qenë shërbende si klerik. U hapën në Tiranë. Në 90-ën e mbaj mend unë që kërkonin, këta kanë qenë këta të Tiranës, Koshisha ishe dhe Koçofeshti dhe Dimitër Bedulli dhe këta gjithë. Edhe i këshëren, ishin dhe të Tiranë dhe i këshëren ndërmend njerëve, tha po neve kam dëgjuar që ka një prift Tirana. A është nga Korça, po ka një prift Tiranë. Ku e kemi? Që të bënin meshën e parë në Mars, të 91-shit, në ungjillëzimi që e bën meshën e parë. Një takime kam bërë njerë në Hotel Tirana, unë mblodhen njerë gjitha që bërë një këshu, pasaj kam bërë meshën e parë. Pasaj filluan që bënin këto, që ngritën kishën e ungjillëzimi. Filluan të shërbende kisha dhe atë gaqe të shërbende si prift. Atë gaqe ka qenë me ungjillëzimi. Me atë Kanxherin, po me Diakon. Diakon Kanxheri dhe atë Fendikun, ka ju ishe krye Diakon me atë, edhe bënin, plus kishte edhe lidhje shumë dhe me Dimitër Bedullin, kanë qenë bashkë, edhe që kanë qenë dhe këta jo, Aleko Dhima, këta unë i mbaj me të gjithë, ka se ne vini me shoqëroni baban atje në kishë, gjithmonë vinja unë Tiranë shpesh, i vinja. Dhe atë gaqi ka qenë të delegacionin që priti kryepiskopin Anastas, ku erdi edhe pasaj arti 91-shin, në Korrik. Në ka ardhur kryepiskopi Anastas, edhe këta u bërë në një grup që vajtën e prija, janë fotografi. Po mund të tregoshe në fotografi? Po, ja. Ky është grupi që priti, delegacioni që priti kryepiskopi? Ja dhe këtu janë në Rinas prapë. Po, edhe këtu janë në Rinas me kryepiskopi. Ja dhe këtu, ja këtu. Ja këtu është një foto që papagaqi. për herë të pare shikojmë. Ky është atë gaqi. E pritën njërësin, e pasaj merë një pjesë, çdo gjë, njërësia merë të këto të dhenat, sidomos pyeste më shumë, ku janë të priftrin të e vjetër, duhem të marim të dhenat, si e kam përjetuar, si arritën deri këtu, sa vjetjanë, e mbajmen të bisedat e babajt tim, që bënd të irësia. Po kryepiskopi vinte të shtëpia të gaqit? Ka ardhur po 100 herë, ka ardhur edhe në dekën e mastime, që ishte në Tiranë. Po. Çfarë thoshte papu për atë gaqe për kryepiskopin? Balma? Na solli, na ardhi një dritë që se ashtu kur nuk e përshkruajmë dot. Ardhi dritë mbi dritat. Ishte gëzim i madh, shumë gëzim i madh. Shkruan dhe atje për atë Patrikun shkruan. Ishte dhe të pritja e kur erdi patriarku? Kur erdi patriarku, tani babaj tim ka shërbyer në Tiranë deri në 94, 95 dhe i tha kishe shumë dëshirë që të vinte në manastirin e Kamenicës plus... Se u kthye prap atje? Po si, ka ndaj një 4-5 vjet atje. Kishe dëshirë dhe i tha, i rësi, unë tha dua me bekimin ten, ta dua të vetani, ta ringreta kishën e manastirit të dhe të Bellavodës ta. Po si ta të shkosh mori maman, babaj, dhe shkojnë në manastir. Iku me gjithë priftreshën? Edhe vinim atje neve sa erë ke ikur, thuaj. Vinja brenda ditës si shikonja dhe vija, se pleqër. Dhe jetoj atje dhe një dhe 5 vjetë? Dhe jetoj atje dhe e ka ringritur manastirin, e ringriti. E ndërtuan me ato... Si i thonë se me fondet që da kryepiskopi, plus edhe që mlodhen ande mlitin në Korçë, që mlitin me firma me shumë, dhe që për në manastirën e Kamenicës Shënkodhe dhe për në Bellavodë, ky pali, ky kushëriri. Edhe ky mlodhen gjitha ato me vlezrit babaj, kësa kishin 7 vlezër këta, besimtarë në kulmit, gjithë si familje ishin shumë. Edhe vajti shërbeu në Kamenicë, me këtë Nikolën, e pagzovi këtë Nikolën, dhe ti të eshte, se i njifte fshatarët. Fshatarët e kam pritur me një dashuri shumë të madhe. Gjithë flasin me fjallë më të mira. E pritën ata, ardi dita e thoshin dhe për ty papagaqe dhe për neve, që të arritëm dhe të shikojnë, se dhe nuk shkonim, në kone se. Edhe ka bërë shumë, do më thënë.
Punë të madhe. Më parë më tregua dhe një foto me mitropolitin Andon, sot, që ishte vinte si katekist. Gjatë kohës që rinte atje papagaqi, kishë ndërguar, dërgonin katekistu. Po, kryepiskopi dërgon dhe katekist? Kryepiskopi dërgon dhe katekist në për gjithë kishat e vendit, edhe ishte bashkë me 2 të tjerë. Po. Irsi Andoni, që është tani, edhe kanë jetuar me javë. Qëndronin atje. Edhe biles mamaja e thëshë, hajtë ju gatuaj unë nga njerë. Ajo të këta thëshë, njërë do mësojmë vetë më mirë. Edhe mirin fëmijë dhe zhvilloni shumë mirë të mamaja. Kjo është priftresha këtu? Priftresha. Kjo është nëna, priftresha. Nëna, ishin shumë çuna të mirë, thashtë, edhe babaj dhe ashtu. Tani kemi dhe një foto me kryepiskopin Joan? Kurse këtu është gjatë kohës që rinte në Kamenicë, vinte edhe në këto motrat e Cicës. Kur vinte atje, ka rastisur që ka qenë dhe Irsia dhe kanë dalë fotografi. Takoheshin shpesh. Me Irsi Joanin atyre, sot me kryepiskopin? Me kryepiskopin, me Irsi Joanin. Vinte kryepiskopi në manastir? Po, vinin. Tani vonë fare, para se ta bënin tashin në janar. Kryepiskopi kështë vajtër e këshin thirur këto të... Si shte be, episkopin e Korçës e këshin thirur këta kushërin të këta gjithë këj pali në krye. Vajtër në Belovod bëjnë meshën e Shën Thanasit, se ven gjithmonë e mblidhen dhe ven e festojnë atje, kanë qef në fshatin e tyre. Kështë qenë për meshë dhe Irsia, edhe ka bërë dhe një trisaje atje. Këto janë librat e... Këto janë librat e vjetra dhe që i mbante me përkushtim të madhe dhe thoshta që moj bi, do t'i dorëzosh të libra, pa do t'i dorëzosh njerëz që t'jenë besimtar, ose në mos të t'i djegësh, thështë e mua. Të t'i dorëzosh, po s'gjen njerëz, do t'i djegësh, në këtë kuptim. Kjo është libri uratorës. Dhe s'do të thuet thënë kjo fjalë, po do t'i dorëzosh njerëz besimtar. Këtu është një libër tjetër, ta shikoj se kjo më bëri përshtypje. Libër shumë i vjetër. Varet dhe nga ato. Po. Kjo është Petraili? Po, Petraili i kam dhënë dhe atë rasën e Kamilafin dhe ato ja dhash Papa Petras, përdori ti thash. Kjo është Petraili atë gaqit, e? Po. Tani kemi dhe një kryqë me kesjell këtu për para. Këtu ku është kryqi, këtë kryqin në kohën kur ka qenë papagaqi në Korçë, vajtin rinte në këto motrat e Cicës, se kështë edhe në urdhër Irsia që të bëj sytë, të operoj sytë, të bëj reze lazer papagaqi. Po, se për shkak të... Edhe mendimin e Irsisë. Po. Unë do zbriti nga Kamenica, e mbaj mend shumë mirë, dhe ka ndërë ca ditë atje që të shkon të shpia unë, e kam shpenu në Selanik. Edhe ka ardhur Patriku, edhe baba ishte kështu pasy. Shikonte edhe vetëm këte, e tha e dita që është një prift i vjetër këtu, tha, dhe që ka hapur kishën e Tiranës, kështë thënë Patriku, e kështë bërë festë e madhe, edhe unë tha, të ta bëj, tha, ikonom, tha, edhe i dha kryqin, edhe baba një gëzim të madhë, që nuk e përshkrua një dotë, e mbaj mentu në atë rapë, mu s'kam qenë, nuk jam dotë. Si mund të përshkruajmë atë gaqin? Si baba, si klerik? Si baba i përkushtuar, për familjen ishe shumë i përkushtuar, për fëmijët. Për besimtarët? Ishte për besimtarët, ishte njëri i drejt, njëri i sinqert, njëri i dashur me të gjitha, njëri i dashur shumë, e bekuar, e uruar, i thoshe të gjithve. Më e bekuar, më e uruar. Kishe shumë qift, kishe kontakt me besimtarët dhe e deshin shumë, në Korçë po njerë. Kohën kër e kam bajtur unë në Elbasan, e më thoshe mua, ajde vejmë në Korçë, më i bi. Ku të vejmë, papi, se më diqë më maja mua, në vini më bajta shpuna, unë e bajta një 3 javë atje në Kamenicë, në zori dhe njëra të. Do të shkonte prapë të manastiri atje? I më shpirë në Korçë manastirë, dhe edhe në Korçëri, se mua atje më njofin të gjithë, dhe unë atje i kam gjithë njerëzit besimtarët, kishe nostalgji shumë. Edhe e kanë dashur, edhe besimtarët e deshin shumë. Atë gaqi kërkoj që vëndi ti i prehjes të ishte në fshatin e Liljes. Kur, po. Ja u lasi amanet? E la amanet, edhe buri tim ka bërë shumë, dhe më tenë. Dhe sot a i gjendet atje? Atje ishte. Bashkë me nënën tuaj, me priftreshin e vetë? Me priftreshin, po. E la amanet, kërse mamaja kishe qef në manastirin e Kamenicë, e bënte më shumë vim besimtarë këtu, dhe të në kujtojnë më shumë. Hajde bëjmë atje e theshe babajt, jo, unë duha të shkojnë në prindrit. Se ka prindrit atje babaj. E kam fotografi, unë ka prindrit në Belovod.
Vjen këta që bëjnë meshun çdo shëntanazë, Bëjnë edhe për shpirtje, edhe bëjnë për shpirtje për atë gaqë. Edhe bëjnë fotografi në prindrit. Tani janë ato papagaqit. Edhe në gjë tjetër që do ta ndash me shikuesit, me dëgjuesit e radios së ngjallja, media së ngjallja. Ke dëshirë diçka tjetër? Ka ndonjë gjë që mund ta ndajmë? Po në kohën e komunizmit, siç e thashë, që bënte pagëzimet papagaqi kështu fshehurazi. Edhe një ditë prej ditës, se unë isha e martuar në Elbasan, edhe më tha, moj bita, ti pagëzoj fëmita se si dihet punës time, tha. Se gjithmonë mosha. Po mirë, thash unë, po ti sjell tash. Edhe vajta i shpura, edhe në realitet nuk i tregova as njerëzve të burrit, as burrit. Po. Edhe i kam pagëzuar dhe në çdo rast që bënte pagëzime apo kështu fshehurazi, të shumta të rasteve mamaja ime bëhej nun. Po. Po në të njëjtën kohë, kështu ka bërë dhe për fëmijët e vllajt. Kur ka ardhur koha pasaj që se unë maman e bashkëshortit e kam pasur shumë besimtare, kam korçare. Edhe kur ka ardhur rasti që u hapën kishat e më tha mamaja e bashkëshortit më tha, tani Lena tha ti marrim fëmijët, të vëmë në papagaqin në Tiranë edhe ti pagëzojmë. Unë jam ndodhur kështu, jo, burit i thash kështu. Jam ndodhur thash unë, po me ti pagëzojmë, thash unë gjë këtu thash unë. Unë kam bajtur një sekret thash se babaj thash unë gjithmonë ruheshe thash unë nga koha e komunizmit se i persekutonin shumë thash unë. Biles edhe nga fëmija vetë mund të kishe frikë. Pavarësisht që bente kishe guxim që bente kështu, po prap i ruheshe persekutimit. Se kishe lënë. Edhe nga ajo thash unë nuk kam treguar se më dha dhe si ashtu babaj, ta mos trego ta sa shumë më i bita, se si din si vinë punët. Edhe prap hallin tuaj kam ta të persekutohem unë dhe prap ju merreni më qafë. Edhe si e pritën kur ja u the? Jo, nuk tha gjë. Rënë si kata që janë pagëzuar ta. Dhe fëmijët në atë kohë çfarë moshe kishin? I kam pasur, se unë 3 vjet diferencë i kam fëmijët. Mund t'i kem pasur 8 vjeç, 5 vjeç, një gjë, ose jo, më të vegjël më duket. 4 vjeç, nuk e mbaj mend shumë, po atje në atë. Poshtë 7 vjeçit të dy, një gjë e tillë. Të vegjël, se ashtu mbanin mend pastaj edhe tregonin. Edhe atë gaqin në çfarë moshe ndroi jetë? Atë gaqi ka ndruar në 2010. Atë ndroi jetë. Në 2010. Në moshën? Në moshën 97. 97. I përjetshëm kujtimit. Edhe i kam shërbyer në shtëpi dhe më thoshe gjithmonë më bi, ladi Zoti që të kam ty, më theshte mua. E të kam nenë, më theshte mua, të kam baba, të kam vëllat, të kam mirë rëçketi. Mirë po kishe një kështu, se nuk ka qenë shumë, mbante edhe shumë kështu, jo djetë, këto kreshmë të mbante edhe kishe edhe shumë frikë, se ka vojtë nga prostati, ajo dhe mbante shumë dhe si pun djete. Edhe unë i thori, ja benja këto që isha mësua ato që deshe që i nevojitesh, edhe nga njerë binte mbi librat, lexonte shumë, lexonte se ke ide një përsërite 100 herë dhe zhyteshe, që kur ka bërë që bëri dhe sytë operacion. Edhe i theshe, unë babi ajta është buk tani, se u bë dreka u bë. Prit më i bi, se po lexoj ca gjëra që si kanë më shumë, po lexoj, po mësoj gjëra të reja shumë të shte mua. Po mira ajta, jo, sa kanë vlerë këto, dhe nuk ka vlerë buka. Ka qenë, nuk e di, se ka iden, ishte shumë, kishe ca gjëra. Edhe, kishe dhe atë të asaj për të vajtër në Korçë. Më shpjerë, më kishte nostalgjin, duhet të shkoj në Korçë, duhet të shkoj atë, më shpjerë, më i bjajmë, të rriti jetoj atje. Po shpje do t'i dhe shohëm, se unë kam familje. Atje kishte mendjen? Atje kisha pasaj bashkëshortin, ai ka qenë shumë i devotshëm, e merte, nxirte nga parku, e shëtisnin me shpinin më shëngjon, e shpinin për to kishat këte rotull, kënaqe silnja këtu, e kam silë me makinë këtu, edhe kishe shumë kështu do më të në respekt të dy për njëri tjetrin, buri mua më ka punuar kështu, në fakt, shkonte me ma unë e jashtë, edhe ikte, kur vinte atë edhe kur pyeste më shumë, thëshë si e kam papagaj, nuk thëshë si e një juve, po si e kam papagaqin, sa vinte edhe drejta, hajde më rëbir, hajde më rëbir, më jo rrua. Desha të ikja në Korçë, s'po më shpje kjo qupa, edhe s'pa as buk, e kam ndërprerë, se duaj që të ikë të më realizojë, edhe më bënde si grevurie më bënde. E vinte aji,
është gjë që më ardhe ti, lavdi Zoti që më ardhe ti, të është se tani mund të ashtu të... Nuk shkoj, po do më thënë të kam ty, që të kam ty këtu, se nga ty rrim shumë, të është, po ka respektuar shumë, në të kuptimit, do të them, ka respektuar shumë. Mistra Dëngjalla ishim me zonjën Iliana Kristo, me bijen e Atë Gaçipetrit, me cilën folën pikërisht për jetën edhe veprimtarinë e Atë Gaçipetrit. Miru dëgjofshi në emisionet të tjera.